Kur mbar bota, e din me dëshmi, me fakte, me prova, me filmime, që kush ka qenë agresori, e zullumqari, e krimineli, e terroristi, e kush ka qenë viktima. Këtu në Savinavod, kush ka pas fatin për juve me dalë kur ju kanë përzon, ja u kanë dalë priten, e ju kanë plaçkit, e ju kanë vjedh, e ju kanë dhunu, e ju kanë poshtru, e ju kanë çmirzu. Të martën është 17 shkurti, është përvjetori i pavarësisë dhe shpalljes së shtetit tonë. Ky përvjetor na ka gjetë në momente shumë të pafavorshme, nga se para pak ditëve Tribunali i Hagës, respektivisht dhomat e specializuara në Hag, kanë bërë një padrejtësi të madhe. Ka kërku prokuroria një dënim për plot padrejtësi e zullum mbi krerët e luftës tonë çlirimtare, ushtrisë së bekuar, ushtrisë çlirimtare të Kosovës. Kur mbar bota, e din me dëshmi, me fakte, me prova, me filmime, që kush ka qenë agresori, e zullumqari, e krimineli, e terroristi, e kush ka qenë viktima. Që tu në rrugë të Radavcit, kur shkojmë në bjeshkën e Sinovës, Mullanamu Shatrin, një hoxh të respektum, e të nderum, prej një familje të nderume e të respektume besimtare, nuk janë kënaq me vra, nuk janë kënaq me gjymtu trupin e tij, mja këput dure kom, në fund e kanë djeg gjenazën e tij dhe kanë gjujtë në bunar. Një shembull e përmenda. Shkonin rrugën e tranzitit dhe delin tranzitin tjetër, kthenin onën e majt, në fshatin Qyshk, masakër, 3 vjetër, pleq, plaka, fmi. Nisu del në drejtimin tjetër në tranzit në rrugë Gjakovës, në anën e djathtë mas 5 kilometrave, masakra Lubenicit. E s'po i përmendim ato. Na i dogjen gjitha xhamijat, na i shkatrun gjitha xhamijat. Këtu në Savinavod, kush ka pas fatin për juve me dal kur ju kanë përzon, ja u kanë dal priten, e ju kanë plaçkit, e ju kanë vjedh, e ju kanë dhunu, e ju kanë poshtru, e ju kanë çnjirzu.